Jemi afër stinës së verës dhe shumë prej nesh dëshirojmë të dukemi mirë në plazh. Por për të pasur një trup të mirë dhe të shëndetshëm, është e domosdoshme të jemi të angazhuar me aktivitete fizike gjatë gjithë vitit. Por ka prej tyre që duan që brenda pak javësh të arrijnë rezultate të mira. Kjo shihet nga numri i madh i regjistrimeve në palestër gjatë pranverës. Besnik Humolli, nutricionist dhe trajner fitnesi, thotë se shumë persona, pak para verës, nisin ushtrime intenzive dhe dieta të rrepta, të cilat shpesh shkaktojnë efekte anësore për shkak të qasjes ekstreme. Zakonisht para verës ka klient ma tepër dhe ka kërkesa ma të mëdha për me arrit peshën ideale, për mu pas forma sa ma të mira. Shumica kalojnë në ekstremizëm, duke tepru me stërvitje, disa ushtrojnë 2 herë në dite, që nuk janë as pak pro asaj stërvitje sepse ka lënë mbi ngarkesë dhe thjesht rezulton me ndonjë lëndim apo ndezje të madhe muskulare, po ashtu edhe sa i përket ushqimit, thjesht të më thonë kalojnë nga një dietë ose mënyrë të ushqyrit që e kanë pas në diçka ekstreme apo krejt drastike, krejt diçka tjetër. Pastaj shumica përdorin lloj-lloj substanca dhe lloj-lloj suplemente, çajra për me zvoglu, domethënë me zvoglu apetitin dhe thjesht me zvoglu pastaj edhe kilogram e tepër, mirë po gjitha ato pas një kohe rezultojnë për efekte shumë të mëdha anësore, probleme me zorr, me lok, me gjitha këto. Thjesht nuk jam pro i këtyre ndryshimeve shumë të mëdha që bëhen, sepse trupit i duhet një kohë për mu adaptu, qoftë me stërvitje, qoftë me ushqim, kështu që është mirë me shku pak ma gradualisht, sepse nuk është që thjesht mrin ma tepër nëse shkon në mënyrë ekstreme ose bën çasi ndryshime ekstreme, mirë po njerëzve ju duket që ashtu mrin ma shpejt. Kot stërvitesh nëse nuk e një regjim me ushqyerje të mirë, thot Humolli, për ata të cilët qëllim kanë humbje në peshë. Po arrin me humb peshë, domethënë normal kur po kombinohen dyat, edhe stërvitja edhe regjimi i ushqimit. Njëra patjetër nuk shkon. Mendoj që shumica tash e kanë kuptuar se më herët ka qenë që vetëm ushtro edhe ha ushqeu qysh dush, se thjesht kime arrit qëllimin, mirë po e kanë kuptuar, mendoj një pjesë e madhe e njerëzve që thjesht ushqimi është kryesorja, nutricioni është numër 1, pastaj vjen stërvitja, numër 2, edhe pse e madhëruesi stërvitjes, që 24 vite stërvitem, pa ndërprej, mirë po thjesht e di që mënyra të ushqyrit nutricioni është numër 1, sepse kot stërvitesh edhe 2 herë në dite, nëse ti nuk e kini regjim të mirë ushqimor, nuk ushqehesh mirë, nuk e kini një plan ushqimor ashtu, kot e kise nuk ka mundësi mi djeg ato kalori çka ti i konsumon mrena ditës me stërvitje, është thjesht e pamundur. Ai rekomandon një konsum më të lartë të proteinave dhe yndyrave të shëndetshme, ndërsa sugjeron uljen e konsumit të karbohidrateve dhe sheqernave, veçanërisht kur aktiviteti fizik është i ulët. Neglizhohet konsumimi i proteinës dhe yndyrnave të mira gjatë ditës, duhet ma tepër proteina dhe yndyrna të mira për organizmin tonë, sepse këto e mendoj ma të rëndësishmet, kurse sa i përket karbohidrateve, energjisë, sheqernave, thjesht duhet mu zvoglu, sepse është zvoglu edhe aktiviteti fizik, jo në gjatë ditës edhe nuk kemi nevojë. Njerëzit e kanë vetëm psiqike ato, që më ka ra sheqeri, dona me hongër diçka ëmbël, nuk po ndihem mirë po realisht trupi me lifestyle-in që kemi sot, domethënë me mënyrën e jetesës që ne e bëjmë që çdo gjë me një telefon e kryjm, të gjitha punët edhe ma tepër jem ulën, gjatë ditës thjesht nuk i duhet çaq energji trupit, çaq sheqer, sa i është dash nashta para 15 vite ose edhe 10 vite vleresht muna me qujt, ma herët. Kështu që mendoj që këtu do të bëhet ai dallimi, thjesht një konsumim më i madh i proteinës që nënkupton vezë, mish, edhe yndyrna të mira, vaj ulliri, avokado, fruta nashta dhe arrore për disa që thjesht e kanë metabolizmin më të shpejt, jo për të gjithë, edhe pak ma pak karbohidrate qofshin ato edhe të mira, tu përfshi pasta, tu përfshi orizin, tu përfshi patatet.
kohëve të fundit janë moshat më të vjetra që kanë përkujdesje më shumë për shëndetin me ushtrime e ushqim të mirë. E të rinjt po dëmtojnë organizmin me ushqime të shpejta e as pak të shëndetshme. Nëse marrim me ndoshta 10 vitet e fundit edhe sot, dallimi është ky. Ma herët kanë qenë fëmijët ata që ndoshta janë kujdes më tepër dhe kanë pas ndoshta një fizik më të mirë, kurse të më shumt ka qenë, domethënë ajo që e kanë lënë vetëm pak më anash edhe thjesht kanë pas më tepër probleme. Sot është e kundërta. Sot domethënë ata që janë më shumë beson vinë për konsulta, janë shumë më të informuar, janë shumë i rinë vetit më tepër gati, dalin, ecin, merren me ushtrojnë fitness, i rinë vetit gati, çfarë ushqimi përgatisin, habisin shpeshherë, kurse të ri domethënë thjesht vazhdojnë me ushqime pica, me hamburgera, me ushqime të shpejta të kohën, nuk hajnë fruta, janë mungesë vitamina, mungesë minerale, kur ju bëj edhe testet, gjithashtu kanë probleme edhe me tretjet e ushqimit. Nutricionisti tregon se jo të gjitha ushqimet e shëndetshme mund të na bëjnë mirë. Disa prej tyre mund të japin reakcione alergjike apo edhe intolerancë. Prandaj, rekomandohen edhe testet e tilla para se të fillojmë me një regjim ushqimi. Edhe më vjen mirë që thjesht e kanë kuptuar sidomos tash rolin e të ushqyrit, domethënë rolin e nutricionit, përderisa më herët ka qenë veç një tabu, ushqeu, çka dush, thjesht krejt ushqimet janë të mira, nuk i nevojë me eliminu kurrë nga ushqimi, cëllën dush haje, është krejt në rregull, mirë, po thjesht tash e kanë kuptuar që edhe pse një ushqim është i shëndetshëm, shpeshherë din me të bë edhe me të kriju intoleranca, edhe me të bë alergji, ndoshta me pas prej atij ushqimi edhe shumë probleme tjera. Nutricionisti dhe trajneri i fitnessit bën thirrje që vazhdimisht të kemi një stil të shëndetshëm të ushqyerit dhe jetesës. Sipas tij, çdo gjë e shpejtë dhe e sforcuar mund të na dëmtojë shëndetin dhe të na ofrojë rezultatin e kundërt të kërkuar. Aktivitet fizik gjatë tërë vitit e ushqim të mirë për një jetesë të shëndetshme.